Deri sot I keni zjerë vezët gabim. Ja çfarë duhet të dini. Të zjesh vezën nuk është puna më e vështirë që mund të bëni në kuzhinë, por në një mëngjes të rrëmujshëm edhe mund të jetë. Ka njerëz që asnjëherë nuk e përcaktojnë dot kohën e zgjerrjes së një veze, sepse e verdha u mbetet gjithmonë e lëngshme. Nuk dihet sa cila është koha e mjaftueshme, shpeshherë veprojmë edhe me hamendje. Pavarësisht nga emri që ka, një vezë e zjerë nuk do të jetë shumë e zjerë, në mënyrë që të mos humbas vlerat e saj. Për të zjerë vezën duhet të dini këto sekrete. Vendosni vezën në një enë të nxehtë ose tigan të thellë. Ena duhet të jetë mjaftueshëm që veza të ketë hapësirë mes tyre dhe të mos ndeshen me njëra tjetrën. Hidhni ujë të ftohtë ajsa të mbulohet veza plotësisht. Vendoseni në zjarr në nivel të mesëm, as të ulët dhe as të lartë. Për vezët e zjera pak, koha e limitit është 90 sekonda deri në 2 minuta. 1 minutë e 45 sekonda deri në 2 minutë e 15 sekonda konsiderohet koha për zgjerrjen mesatare dhe 11 deri në 12 minuta koha për zgjerrjet e shumta.